E mirë, kur janë temperaturat shumë të larta, atëherë duhet patjetër një shishe gaz, ujë pa gaz, jo gaz, po një shishe ujë pa gaz, edhe noj pemë me veti se temperaturat e larta duhet. Pemë edhe ujë të keni me veti. E di që ne jemi këtu tek Hotel Bonita, jemi në plazhin e Hotel Bonitës, ta shohim pak sot atmosferën se si do të jetë përgjithësi atmosfera këtë weekend. Njerëz ka, turista mjaft, po vinë çdo ditë më tepër. Besoj dhe uroj që diçka të bukur edhe ne po mundohem t'ju sjellim. Pak do ardh për çerë dhe ku piçon. Ndeti po i çon. Birë dhe koktel, po uji është ujë. Okej, shikim të mbarë. Po erdhe në Durrës, atrakcion ke edhe këtu. Mund ta shijosh gjitha në një vend. Skuterin, parashuten, animacione tjera atuj që ndoshta veç edhe po shihen, cilat janë gjitha i ke. Kështu që mos mua anku me thonë po shkojmë në Durrës edhe nuk ka kur gjoj, jo, gjitha janë në një vend. Prit, veç pak. Ku po shkon, ku po mik. Sa janë të interesuar për shust? Këtu janë shumë të interesuar, janë dhe shumë të qetë, përdesë ata që vinë dhe janë shumë të kënaqur nga ona e shërbimit tonë që afrojmë këtu. Këtu afrojmë shumë gjëra, rreth para afrojmë ndihmën e shpejtë, ndihmën mjekësore, ndihmën e shpejtë në det, me kalamajt, me gjërat, nuk ka rreziqe gjëra, se është gjithë ekuipazhi jonë, është prej vitësh dhe është i specializuar jashtë shtetit në Greqi. Ne kemi unë me vllajin kemi 22-23 vjet që merremi me këtë punë. Edhe kemi afruar shumë ndihma të shpejta për pushuesit. Edhe shumë gjëra të mira. Këtu kemi wifi, kemi qetësinë, kemi dushet, kemi tualetat, kemi çdo gjë perfekte. Edhe gjithë pushuesit kur bëjnë më largu na përshëndesin ose vinë vit mas viti dhe janë shumë të kënaqur nga ona jonë. E përmende punën e emergjencës që kemi këtu. Inshallah nuk na bën lazëm as për neve, as për pushuesit emergjenca. Po që ndodh, duhet të jetë e pranishme me fjalë. Inshallah s'not, po duhet të jetë, edhe është, këtu është. Janë çdo gjë janë në dispozicion të pushuesve. Unë edhe punëtorët, jemi 6-7 punëtorë që janë specializuar për këtë punë dhe gjithë pushuesit janë shumë të kënaqur me pastërtinë, me çdo gjë me një fjalë. Okej, kur jemi tek ndoshta shumica atyre që janë pjesë sot televizionit, pjesë e emisionit Një kafe me Labin, edhe presin domethënë përjetimin e gjitha gjërave të cilat janë këtu. Edhe shumica interesohen që kur të vinë këtu. Me ditë sa është për shembull një parashut, sa lek është? Çmimet janë pak a shumë të arsyeshme, për fjalë për qevi se janë ke 30 euro për një parashut. Parashut? Po. Okej, se kam qenë vetë në 15 minuta, është mjaftueshme, është shumë e këndshme, shumë e Në fjalë pushuesit ndjehen shumë të kënaqur kur vinë këtu, në fjalë, se nuk është vetëm thjesht të shkosh të ulesh në çadër edhe të shazllon edhe dorë, po këtu ka shumë gjëra që defrehen, kalamajt. Janë shumë arsye që pushuesit dalin sa më të kënaqur. Vetë se kam përjetuar vetë edhe kur kam qenë edhe në Turqi, kështu që çmimi ka shumë i volëshëm, krahasim domethënë me atje. Atje 48 euro e kam pagu, këtu që 30 euro një përjetim me pas 15 minuta është goxha mirë. Okej, sot po hypim ke skafi. Ke skafi, po hypim. Me skafi që jo për Itali? Jo, për Itali. Për plazh. Për plazh. Okej, shkojmë.
se ki edhe këtë atrakcion. Që edhe në anën tjetër edhe i tjep kondicion, po edhe relaksim shumë të madh. Po me bu me konë temperatura që sot një 40 gradë, edhe me anis, mu silë që qështu, s'pinë ma shumë.